Vlen informoi se ansambli muzikor i Tetovës nuk rrezigon të mbyllet, por siç thonë ata, po forcohet. Vlen sqaron se po punohet në kompletimin e dokumentacionit për funksionalizimin e plot të këtij institucioni, përfshirë edhe punësimin e rreth 20 artistëve në fazën e parë. Ky është një hap i rëndësishëm drejt jetësimit të plot të këtij institucioni dhe një dëshmi e qartë e përkushtimit për zhvillimin e kulturës shqiptare. Debati për mbylljen ose fuzionimin e ansamblit të Tetovës në Pallatin e Kulturës nisi pas publikimit të draft strategjisë për kulturën 2026-2030 së bashku me planin e veprimit. Në dokumentin strategjik përfshihen analiza të gjendjes në fushën e kulturës për periudhën 2019-2024. Ansambli i Tetovës përmendet në seksionin 2.1.6, veprimtaria muzikore dhe muzikore skenike. Në dokument thuhet se në vitin 2023 u themelua ansambli muzikor Tetov, i cili ka kapacitete të kufizuara hapësinore për veprim me 2 të punësuar. Drejtori i ansamblit Blerim Çamili për televizionin Shenja para një jave deklaroi se bllokadat ndaj këtij institucioni kanë filluar tashmë disa vite, duke i pamundësuar punësimin e kuadrit të nevojshëm. Për më tepër, Çamili deklaroi se për vite me radhë ministria nuk i është përgjigjur ansamblit kur ata janë interesuar për punësimet që u takojnë. Çamili njoftoi se aktualisht ata janë duke funksionuar si organizat dhe janë duke aplikuar në për projekte të ndryshme që të mbijetojnë. Vlen në ndërkohë thekson se mbeten të vendosur që të garantojnë jo vetëm mbrojtjen, por edhe zhvillimin e mëtejshëm të institucioneve kulturore shqiptare, përmes mbështetjes konkrete për artistët, krijuesit dhe trashëgiminë tonë kulturore.